Qeveria ka hedhur për konsultim publik ndryshime në ligjin për Bankën e Shqipërisë, të cilat prekin dy nga çështjet më të ndjeshme të funksionimit të institucionit. Drafti parashikon kufizimin e kompetencave të kontrollit të lartë të shtetit, ndërsa njëkohësisht u jep guvernatorit e zëvendësguvernatorëve një mbrojtje të veçantë ndaj masave të hetimit penal. Projektligji parashikon që audituesi më i lartë publik, KLSH, nuk do të mund të kontrollojë më veprimtarinë thelbësore të Bankës së Shqipërisë, por vetëm aspektet administrative, si administrimi i aseteve, burimeve njerëzore, pajisjeve dhe shërbimeve mbështetëse. Kontrolli i lartë i shtetit autorizohet të auditojë vetëm operacionet dhe veprimtaritë administrative të Bankës së Shqipërisë. Ndryshimet forcojnë pavarësinë institucionale të Bankës Qendrore, por njëkohësisht reduktojnë hapësirën e kontrollit të jashtëm mbi një institucion që administron rezerva valutore, mbikëqyr sistemin bankar dhe merr vendime me ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë e vendit. Drafti përjashton nga e drejta e auditimit dokumentet që lidhen me politikën monetare, stabilitetin financiar, operacionet e tregut dhe të dhënat individuale bankare. Madje edhe kur KLSH nxjerr rekomandime, Banka e Shqipërisë nuk do të ketë detyrim të hartojë një plan veprimi për zbatimin e tyre. Një tjetër ndryshim që pritet të ngjallë debat lidhet me mbrojtjen procedurale të guvernatorit dhe zëvendësguvernatorëve. Guvernatori ose zëvendësguvernatorët nuk mund të arrestohen ose të privohen nga liria në ndonjë formë, as të nënshtrohen kontrollit personal apo të banesës pa autorizimin e gjykatës kushtetuese me përjashtim të rasteve të flagrancës. Projektligji për Bankën e Shqipërisë është i hedhur për konsultim publik deri më datën 12 gusht të vitit 2026.